agjensine, sepse Ati që shkakton dëmin, ai që shkakton dëmin e të paguaj, po u futëm në këtë lojën e vogël, vetëm, dhe po nuk kuptuam se çfarë dimensioni krijon sigurimi, dhe çfarë frymare je biznesi sigurimi. Sigurimi si e pasi frymare biznesi, mos ka lidhje me biznesin, po s'ka lidhje fare. Dhe mund ta zvoglojmë edhe bisedën duke thënë. Po mos thuaj që ta çojmë në një lugin tjetër, je në të njëjtën lugin me panosokë, thjesht po e them zë më të lartë. Do ta çojmë do ta sjell prapë do të shkojë doti. Ideja është kjo që në momentin që ne merremi vetëm me sigurime motorike, kjo tregon një frymarrje shumë të vogël ekonomike të vendit tonë. E kupton? Pra, ne kur luhet në këtë brez, problemi është serioz, sepse nuk ka fuqi, pra ekonomia nuk ka fuqi dhe luhet vetëm dhe ndërsa Shtili ka ekonomia ku primin e sigurimit të pagun private, mos ka lidhje. Është lidhja është, po them, ka investimi, ka zhvillimi ekonomik, ka shpërndarja e riskut, të gjitha kanë lidhje me industrinë e sigurimit. Nëse do jemi në industrinë e sigurimit pensionit, po, industrinë e sigurimit pensionit suplementare, por jo në sigurimin e mjeteve motorike, nëse kalojmë më tej në siguracionet suplementare, jemi shumë dakord që do kemi rritje ekonomike, do kemi investime. Të them një detaj utilitar. Shqipëri pagun shteti shqiptar, si mbulon skema sigurimit, gjysmë pensionet mbulon. Nëse do jetë sigurimi, do kemi dhënie kredie? Do kemi dhënie kredie? Po flasim për sigurimin e pronës. Sigurimin e jetës. Jetë edhe pronë, të dyja bashkë. Kalojmë në një nivel tjetër po. Jo, s'do kemi. E po, kemi dakord pra po ishim po flisim për sigurimin e mjeteve motorike. Ndish logjikën e biznesit, po flet me logjik biznesi. Logjikën e biznesit ku jemi ai po të flet me logjik të pastë biznesi. Sigurimit pronës, ti sot si sipërmarrës ai. Jo vetëm i pronës, ti pronës sot s'ke se mbulon gjithë kompanitë e sigurimit dhe s'ke mungesë të bëjë përmbytjes. I përmbytje, të gjitha bashkë. Tani, ka patur ankimime kundra këtij vendimi, çka ka bërë AMF-ja? AMF-ja ka miratu, më çfarë të bëj? Po jo më jo. AMF-ja thotë. Pati kontestime. AMF-ja ka nxjerrë vetë. AMF-ja ka nxjerrë, është organi që rregullon. Problemi është qarku, llogaritja mbas qarkut. Një nga elementet e formulës është fakti që për ne, paktën ne jemi shofer, besoj, këtu, gjithë, drejtues mjetesh, një nga faktorët që llogaritet primi i ri është edhe qarku ku e ketë regjistruar mjetin. Është nga faktorët e riskut. Po, është nga faktorët e riskut. Dëgjoj çikse është e bukur kjo. Dhe tani, nëse je në qarqe që konsiderohen me risk të lartë, Tirana për shembull, me që jemi në Tiranë, atëherë automatikisht, edhe pse ti mund mos kesh bërë asnjë aksident në gjithë vitet, gjithë jetën madje, po edhe vitet e fundit, prap do e paguash pak më shtrenjtë. Më shtrenjtë, madje se dikush... Atëre ky është diskriminim. Është diskriminim. Absolutisht, sepse përgjegjësinë për dëmin, unë kam individuale. Pra, nëse dikush tjetër, nëse shoferët e qarkut tim kanë bërë aksidente më shumë, nuk është fajim si individu. Nuk është fajim.